Tani po bëhet gati viti që kur e kam porosit Cadillacun, ka qenë nëntor i vitit kalum, desha me mori makinë sa patashit ashtatën atëhere, edhe desha me mori makinë më të fuqishme, po pak si të veçantë, jo të veçantë që i kam qefun, jo shumë të përhapme, sus i kam pak qef ca gjona pak më specifike, edhe ja patavu synin kësaj, ose më vë një mës. Qofse jeni si puna ime që gjithmonë jeni duke pa për makinën e radhës, para se të shkoni me dhon lekët, mirë është me i boj kontrol me Car Vertical, edhe në qofse përdorni kodin Alcar CZ e keni me 20% ullje, ose edhe thjesht e linku poshtë po të klikoni, keni automatikisht me 20% ullje. Tani do shohim makinë që e kam gjetë, është Jaguar XJ-ja, supercharged, unë i kam pas për herë fiksim këto. Ta kontrollojmë bashkë. Për makinat me targa angleze mjafton fut targën, për makinat e tjera duhet me shkruajt numrin e shasis. Masi i fusim këto, Car Vertical vazhdon kërkimin automatikisht. Kjo t'jep gjitha dhonat detajume. Kjo ka pas 4 pronar. Që në fillim na jep attention, thot të damage, thot attention. Kilometrat i ka tamam, t'jep që s'është me kredi, as ka qenë e vjedhme. Që se kanë qenë përpara në shitje, t'jep edhe fotot kur ka qenë në shitje makina. Ja, për shembull, në këtë rast na jep edhe aksidentin si është bo makina, edhe ta jep edhe i çmim, t'jep sa ka vlerën treg kjo. Edhe ky çmimi që ka dhënë kjo është më i ulët se që ka nxjerr ai pronari, se kjo e ka llogarit që është kategorisë që ka. Edhe tash me këtë informacion, mi kërku me ul çmimin atij burrit huaj që ka në shitje, mos harroni edhe ju para se me ble makinën, kontrollojeni edhe keni 20% ulje me Alcar CZ. Po kjo më pëlqeu se është pak si më brutale. E fuqishme, kur ka qenë ere në 2009-ën, ka qenë makina me 4 dyrë më e shpejt në botë në Nürburgring pist, ka vu rekordin. Më vonë ja kanë thyr tjerat normal, nuk të Porsche Panamera Turbo S-ja, po kur ka dalë ka qenë më mira nga konkurrentët e vet, që normal edhe unë kam parë review të kësaje krahasime me makinat e tjera. Atëherë kur ka dalë kjo krahasim me M5-ën E60 V10, krahasim me E63-shin, W211 dhe 12 që kanë qenë aspirato, dhe Jaguar X-Furën, që është 5000 supercharged, ka qenë më shpejt. Jo vetëm vit drejt, ka qenë më shpejt edhe në kthesa. Kjo është e mira kësaj. Nuk është si këto makinat muscle cars amerikane, që ecin vetëm drejt shpejt. Kjo është me amortizator magnetik, është shumë e mirë edhe në përkthesa. I ka fut lekët General Motors, te motori edhe shasia amortizimi për ta botë shpejt. Normal kanë kursym pjesë tjera, që kjo është dhe Cadillac, Cadillacu madh për makinë luksoze, nuk është ka ndonjë luks shumë të madh. Okej, nuk është se mungojnë opsionet, se panoramike është, ngrohje ftoje sedile, është klima me 2 zona, është këto sedile që janë opsionale, këto Recaro, kanë më shumë metoda për tu bajnë më shumë me i mbledh këto, i rregullo këto ansoret, këto poshtë, i ka pak më ndryshe, kanë qenë opsionale. Jo se ka pas ndaj luks të madh. Krahasu me rivalët e vet, s'është se ka qenë aq shumë luksoze. Krahasu makinat e tjera amerikane, ka qenë pak më mirë, se ato janë keq fare, kjo nuk është kallçu që kreti, ka këto si lëkure të buta. Po lekët këtu janë fut të motori. Edhe për këtë punë ka pëlqyer. Më është dash me prit gjatë për ta morë, se e kam marrë në Angli, e kam regjistru atje, të provu për të parë vetë, që në port kam pas sa peripeci kështu tërës që s'm ka hecë shumë mirë, atë se ka fare, kishtë ngellë Chelsea mrena, kam detyru me morë një nga ato që me hap derën pak si angash, me nga ato që i fry, këto locksmithat, për me hap me lev derën e me morë makinën. Just try not to damage it. I don't damage anything, no worries. But I make a little bit space between door and... Yeah, I know. I've seen YouTube. In 1 or 2 days, the door he can... Po... pak si tërës. Po më në funja bona dhe letrat e targat e kreta. Më shkoj më shumë se që kisha menu. Puna doganës. Po... prap... i knajqa me te. Tashi sa e kam marrë nga servisi si i bona ca shërbime, ja bona vetë, jo se kishte nevoj, po kom qef me i parapri pak tyne gjonave. Edhe i kam bo komplet vaj filtra,
vajnë e kamjos, vajnë e diferencialit, që s'para meret kush me ndru, alkoolin e frenaj, që prap s'para meret kush me ndru, i shpatull për para, tirantët, 2 amortizator të mrapa, magnetike ka, por kishin rrjedh ato, e pa pa që në Angli, edhe aporosit e ndrova dhe ato, edhe tashi është e freskët, tashi është gati. Unë kam qef të makinat e mia, kam qef të paktën. Të makinat e mia, kam qef, sidomos këtë pjesët gjenerike, motorike, mi unë nejt gati, mi i bo direkt. Të gjonat estetike, nështë edhe nga që nuk është si kam makina fort showroom condition, edhe kom qef mi përdor, jo mi majt vetëm bukura, nuk është ja veri fort për të nejt, për të i gërvishtit vogël, për të bo pasta, për të bo gjona, ashtu s'jam fort merakli, po të këto gjenerike, motorike, i du të kem gjendjet mirë, që edhe kur të hecë është fort me to, ta kesh si do makinën, të të përgjigjet. Po i kam bo ca kilometra, komec me të, e kam përdor, është komercisht e keqe në konsum, s'kam pa makinë që konsumon më shumë se kjo, se di, është edhe prej trafikut, pa nuk e di, nuk s'përdoret kjo për ditë, kam përdor ca kohë, po tash i filloj dhe e le në garazh, vetëm kur s'ka trafik në darkë, me bona e rrugë, se është shumë harxhon, mbi 20 litra mesatare, jo mesatare, do thonë, average është mbi 20 litra. Ta e vuna re që në fillim unë që edhe në rrugë gjatë që erdha nga Anglia në Shqipëri me taj, ka shku rruga më shtrenjtë se për ta kisha pru me karotrecë. Ta shi pres dhe i tjetër që s'u kam thonë akoma, që po vjen, për dhe shifni së shpejti edhe atë, e është pak më ndryshe, për me zorve pres edhe atë. Dhe pse është makine vjetër, 2010-ës, a që është e zezë, shumë këtë rapin, gjamat e zi, shohin njerës, një gjënë dhe zhurmën, ose tremën e herë kur e nëzë, ose ton një pigas, ton ose të fmit e vegjën, knaqen, edhe është bukur, është eksperienca, edhe gjithë arsyeja e këtyre makinave që ti shijosh, nuk është vetëm për të lëviz nga pika A në pikën B, po të bëjnë me qesht, të bëjnë pak klumtur, të japin pak adrenalin. Edhe kjo e bë. Tashi, CTS-ja është e bazuar te CTS-ja e Cadillacut, që është si mid-range sedan, që ka konkuru dhe i diku me serim 5 A6 e klasin, po versioni V është versioni më sportiv i Cadillacut, si që ka mën BMW-ja, RS-n Audi dhe AMG-n Benzi, domethënë kjo si AMG-ja e Cadillacut. Kjo ime është 2010-ës, të ka ndalë në 2009-ën, versioni i vjetër ka qenë përpara, më i vjetër ka qenë aspirator, kjo është supercharged 6.2 me motorin LSA, i ngjashëm me Corvette Z1-shit, po e ka kompresorin më të vogël. Është njëjti motor me Camaro Z1-shin. Tashi kjo është më agresive, si para kolb më agresive, ka këtë pjesën e ngretë me të kofanos, më agresive se standardja e CTS-s. Kjo imja është me këtë veshën rep, që e kam morë, se kam ndrua la, kjo e matë pislikun shumë, se e kam la, po se di qa do bëj, a do e maj, a do e heq, e zezë është poshtë, di se di ka 19-që, si ka të vetat, po të bukra nëse se ja kom prek edhe pa dëmtume, shumë pastra e ka, frenat i ka me 6 pistona, të fuqishme, ka normal to logot V, tashi që ka AMG-ja. Këto dritat e ka vu të barë dhe i burrihuj dhe më mirë ka bo, të i kanë të kuqen, gjarë më të shëmtuta ato. 2 marmitat, të kokat e marmitave i ka Akrapovic, po ja kanë heq katalizator të fare, bo zhurmë dhe e shohim. Pastaj kështu si trupi lloj si CTS-ja është. Nuk është se ka ndonjë dallim të madh, veç këto body kitit, sa të skërta e mrapa kolb, para kolb që i ka më sportiv, si CTS-ja e thjeshtë, se ka ndonjë gjë të madhe.
dallimi nga CTS-ja e thjesht, që është me 3.6, është po shkofa nësë motore, do e shohim tashi. Tashi ky është 6.2-shi, V8 supercharged, 564 kuaj fuqi, edhe 726 Nm tork. Kur ka dalë në 2009, ka konkuru me E63-shin me 525 kuaj, ka konkuru me M5-ën 507 kuaj, Jaguar XFR-ën 510 kuaj. Edhe tork ka pas edhe kuaj fuqi më shumë se gjitha ato. Kështu që ka qenë më shpejt se gjitha, ato komparacion test që kanë bërë ato tjerët, më shpejta, ka qenë më shpejta Nürburgring, makina më shpejt. Kësaj mungo, ka i kapak gri, i mungo i kapaku, si kom bona e modifikim asi gjo, akoma, se di ati bëja jo. Nuk është shumë vështirë për t'ja rritë fuqin këtyne, madje shumë kollaj është, mi ves supercharger pulli më të vogël, pastaj fillu mi vuj një ator më të mëdheje cold air intake e gjona tjera, pastaj ja rrit fuqin. Ka paketa, kam hyrë tu pa, bëjnë to, për Amerikanë bëjnë ato, Lingenfelter, ka ca kompani që i bëjnë gjitha, edhe ja rritu, e qo 650-700 kuaj me jo shumë shpenzime, po ideja është që janë motora të thjesht edhe të fortë. Kjo më ka shty mu më shumë për të morë. Tashi, nga që janë të thjesht edhe të fortë, konsumin e kanë të lartë, po pjesët si kanë shumë të shtrenjta, edhe nuk është se kanë shumë probleme, se janë të komplikume. Të Gjermonet janë të komplikume, janë të mira shumë kur punojnë, po kur fillojnë të dhonë problemet, nuk ka kjo cylinder deactivation, nuk puno si V4, vetëm kështu puno V8 gjithkohës, nuk i bje konsumin e herë. Tashi, këtu në motor, kom pas problem me farfallën, e pa ta pastru, kur jepshe gas fort në është angelte në pozicioni hapa jo, edhe e kam vu të re farfallën, jo shumë e shtrenjt, filtrin e arit, që kam bo vaj filtra, filtrin e arit që kam vu KNN, si kam vu cold air intake, po të në filtrin mrena, pastaj kam ndru kandele, fijet e kandeleve, bobinat. Këto e ndru në motor, gjotë tjetër s'kam bo, baterinë e kam ndru, e kam mrapa, edhe pastaj pjesët e tjera që do flasim, që e kam bo vetë sa shërbime. Kështu agresive duket në pamje, është i farbishe, s'është keq. Dhe e shohim edhe kur ta nezim, s'është cold, tash në cold start bëhe edhe më shumë zhurmë, po bagazh se kam të mbulesën, po ka hapësirë, mirë është, s'është keq, qështrinë e sediljet. Ka përhem lëviz mu. Tani ta shohim edhe nga mrena. Tash si kabin, ka hapësirë, s'është keq. Ta hapim kuadrin. Këto kanë qenë opcionale, me ngroje kanë qenë gjitha, po me ftoje jo. Kjo është me ngroje ftoje. Klimën 2 zona. Këta e ka të amortizatorve për t'i bo sport, tour. 2 opcione ka. Tour është komfort. Ka këtë orën këtu analog. Kjo e ngrijet navigatorje që janë të computer board i thjesht i kohës. Sedilet i ka Recaro, kanë qenë opcionale shumë të bukura. Këto i kam qef shumë edhe të majnë, janë shumë supportive. Panoramike lartë. Që më pëlqen mu që e ka traction controlin, ja fik direkt ESP-n me buton këtu, pa u lodh gjatë. Ka ambient light, po s'duket tu, rreth e qark dvetin, me një ngjyrë, si të barë dhe ka, s'ka ngjyra tjera. Edhe këta këtu, i hapet kjo, në dasht, klimën 2 zona, do të volumit e bluetoothit, gjona që janë të pastaj, standarte. Sedilet me memorje, to që kontrollohet xhamat, pasqyrat, ka këtë plakën V këtu, CCV-s, sedilet Recaro. Të kanë qenë opcionale, se kanë pas gjitha. Kjo në lëviz këto këtu, kjo lëviz këto këtu. Edhe lambar supportin, edhe normal pjesën para mrapa anash. Ta shohim edhe mrapa. Tashi, harapar që hypë në këtu mrapa së më të nëherë, po s'pas ka shumë vend për kokën. Për komët mirë është, edhe këtu ka këto air ventat e vetë, po jo klim individuale. Ka këtë në mes tu, dritë ka hy, po ka dashka ma majtë i qikë si mrapa për me pas vend, s'pas ka dhe shumë vend. Ta morim për i gjiro tashi POV. Kjo është edhe me LSD, Limited Slip Differential, nuk është vetëm
Si shumë AMG, që janë vetëm me diferencial. Nuk janë me LSD në gjyra vetëm njëna gomë, këtu gjyrojnë të dyja. Të bëjmë amortizator të sport. Frenat I ka të mira. Bo këta popsat mrapa kur bot downshift. Nuk e ka ishtë nga dalë në ndrimin e marshe, ka më në 6 marshe e ka kjo. Nuk e se ka as DSG si gjo, po. Se rëshqet. I ikën është e frikshme, ka tork shumë. I ikën pjesa mrapa shumë kollaj, me këto goma që kanë këto profili vogël është, nuk I ka shumë mloja. Shumë gjona, kollaj rëshqet. Do me qet, rrinë gjyra t'ulta. Okej, zhurë, bo prap e ngjo pak zhurmën si do që të ecësh, po jo shumë, nuk bë shumë fare. Një gjohet, po s'bë shumë. E lektet amortizator të ajo Tour, jo Sport, edhe nuk është aq keq në për gropa. Audin e ka Bose, se thash, mirë e ka, se ka keq. Ka gëgja volume, bas. Këti moli më shrje pak këtu, po jam me 2 menja, t'ja mor një me karbon, ati bëj këtaj që ka, apo mos t'al gjej lek fare. Nuk është se më ka ra shumë koha me hec fort me te, me hec më dhënë shpejt, se për të hec kom hec në përdor, po me bo në rrugë të mirë, ta që dola për këtë videon, heca e qike dhe pëlqeu, duhet me dalë më shpesh vetëm për qef, po edhe se kam pas bo gati të gjitha se unë du të kem gati.
po ja direkt që e mora. Duhet me mësu edhe limitet, ku i ka, ku si ka, se ne kena pistë. Makinat e fuqishme kanë nevojë me pasi pistë që t'ja mësosh ku i ka ato limitet që ma e fik ESP-n edhe ma e fik pa frikë, mos shkosh t'ngulesh. Timonin e ka të mirë, shumë direkt e ka. Shumë. Kamin e ka pak nga dalt. Ka pas edhe manuale si këto për janë më shtrenjtë, do. Jo vetë që janë më shtrenjtë, për janë më t'ralla. Që se do një makinë familjarë ose makinë shumë për ditëshmërie, kjo s'është për atë punë. Thjesht vetëm duke llogarit edhe konsumin njerë, pa llogarit tjera. Shumë konsum i lartë, zhurmë bë shumë. Por për makinë qefi, makinë dytë, shumë e mirë është. Se dele me familjen, me fëmijët, edhe shio atë rrugën ku e du shku diku, e du shku mi qytet tjetra, e du shku më ngrit drejkit, dark. Knaqesh. Se është experience. Nuk e ka nështë atë prestigjin e këtyne firmave të tjera, po experience është me hecme të. Tani jemi rrugës të shku me marrë atë karrelin, që të shkoj te porti pastaj. Sa po e morëm edhe trailerin, e lidhëm karrelin me makinën, edhe tash do shkojmë direkt për port. E mora 3 akull. Hi, how are you? I got a car that is locked with the key inside. Do you guys... Sa kemi ardhur këtu te porti për të marrë makinën, edhe fati imi keq, siç ndodh shpesh herë, këto që e kanë shkarku, e kanë parku aty te veni ku duhet, po e kanë lënë me çelës mrena të mbyllme. Edhe tash s'hapen dyrt fare, ai ka ra bateria çka, po s'hapen dyrt. But just try not to damage it. I don't damage anything, no worries. But I make a little bit space between door and... Yeah, I know, I see. Ta hapim kofën, ta lidhim se s'ka bateri. S'kena karburant fare, po... Super bish. Tashi që po e shoh, kur e ne zerma gjurmën se dia shalla ka dalë në kamerë. Super zhurmë, kafsh fare. Sa nga kova, i lidha këto strapsat e sigurova mirë që mos na bire. Jam lënë xhama tap se s'ka bateri, edhe mos paguaj prap 150 pound për tap derën. Me zor për pres pa enes, do e furnizoj rrugës se s'kishte benzin. Deri tashi duket shumë i mirë me kaq pak.